Buçim në bu CHI. Bu CHI podcast. Mirëmëngjes njerëz dhe miq të dashur, shpresoj të jeni mirë, ta keni nisur ditën mirë, ose ta keni kaluar ditën mirë. Nuk varet, domethënë nga kur bëhet gjoni këtë podcast. Por thelbi është që unë shpresoj që ty vetë jeni mirë, ose kismet e tjerët. Do thoni juve për çfarë do fosim kësaj here. Jo për ndonjë gjë në fakt se kemi biseduar më përpara. Por kam vënë një farë lloj prurje të re që në shpak fat keqe se mendova se kishim ndryshuar në gjë, mendova se kishim ndryshuar në pak. E kam fjalën për këtë të quajturën culture war ose lufta e kulturave. Në fundin ne kemi folur me Ulianin, domethënë kemi cekur pak domethënë se sa jo produktive është, se nuk ka ndonjë rëndësi jashtëzakonisht shumë të madhe. Dhe mënyra se si ndërtohet ose shitet ose luftohet, në thonjza, nga këto luftëtarët e shoqërisë, domethënë nga dyja krahët, është një çik patetike dhe në fakt bën më shumë dëm se sa rregullon. Tani, të thoni ju, po nuk është ndonjë gjë që s'e ke thënë përpara, shket tash nga të erën në mendje, po problemi tani qëndron. Miqtë e mi të dashur që dua shumë. Nga podcastet, nga episodet e 30 e kusur podcastit, ku bënin dhe Twitter Space e tjerë bashkë me miqtë tanë të aso kohë, miqtë tanë digital. Kemi folur shpesh herë domethënë për fenomene të ndryshme, kemi folur për teca, kemi folur për ku dëgjon çfarë dilnin lart e poshtë, ankoheshin e bëheshin e kërkosh. I kemi munduar të prekim gjithë nga çka kanë qenë ato kohë, por kemi pasur fatin nga që kemi qenë dhe shumë njerëz në biseda, kemi parë dhe struktura të ndryshme shoqërore dhe mendime të ndryshme të gjithë secilit. Po tani mua më bën përshtypje se si ndryshojnë disa gjëra me kalimin e kohës. Është një faqe në Instagram, për shembull, edhe që një vajzë që kam ndjekur shpejt, nuk përmend emrat aq se nuk e vlem, po gjithmonë ka folur për probleme sociale, për shembull, ka folur për problemet me vajzat, ka folur për problemet për abuzime, ngacmime të tjera, që është shumë e rëndësishme. Unë nesër nëse do të kisha një vajzë, gjë më e bukur çdo notë ishte që të ekzistonte diçka e tillë for free, që më mësonte domethënë se si të mbrohesh nga vlerat. Se është problem. Pavarësisht se mos i marrë asnjëherë se na kuptoj 100%, domethënë, por më bindur që është nga probleme më të mëdha. Është një grup vulnerabël që qytetit jo vetëm duhet ndihmuar në mënyrë të tillë, por edhe duhet mbrojtur për brenda mundësive dhe pa i hyrë edhe në hak. Dhe në një ndryshim të ri, të programit, le të themi, ose të stafit apo ku dëgjon, është rikthyer me një faqe kështu anti-zot, anti-burr, edhe më e shpifur afare pastaj anti-shqiptari. E pse them më e shpifur anti-shqiptari? Shiko, unë për vete besoj në Zot. E kam shprehur disa herë, thjesht nuk e reklamoj dhe nuk flas shumë për këtë, sepse besimi im në Zot, thënë është puna ime, nuk është puna e askujt tjetër. Nuk ka lezet, por nuk e konsideroj ai që të keqe, jo sepse mohimi i Zotit për mua nuk është i keq. Ndonjëherë unë po mundohem ti flas edhe të sqaroj gjërat në mënyrë sa më objektive. Dhe në mënyrë objektive, në fakt, ajo nuk është aq e keqe, sepse mohimi i Zotit është trend, valla. Pavarësisht se është keq mirë. Nuk ka rëndësi nga cila anë medaljes, ose nga cila anë vendimit je, fare. Është trend, valla. Unë shikon lloj dreqe shejtani që e bën, nuk është në një çudi e madhe dhe është gjë që pritej, sidomos në një moshë të caktuar. Nuk është një problematik shumë e madhe. Gjithashtu, por si kjo,
dhe antimashkull apo antipur, to që çdo rrënje problemi domethënë është njëri seksi ose seksi tjetër, ose ata të tjerë që mendojnë që çdo lloj problemi është seksi femër. Ai thonë që femra ka fushë shejtani në shishe leshi preshi, por një mut janë dy, thjesht një gjëra ndryshme. Më këta lloj individësh kështu domethënë që gjithmonë janë shumë hitlerian. Doja të përdorja fjalën. Që më pëlqej shumë si fjalë, janë shumë hitlerian. Që gjithmonë vënë një gisht diku, edhe thonë që këta janë problemi, pik, mbaroj, e di unë jam mesaja. Që në fakt është goxha ironike, në qoftë se nuk beson në Zot dhe sillesh pikërisht si një profet për të treguar vërtetën. But whatever, who am I to judge? Po problemi i madh që mu kanë vërë më mundon shumë miqtemi, sinqerisht. Vërtet më mundon jashtëzakonisht shumë sepse tani ne jemi një popull që vuajmë disa paragjykime. Vuajmë disa paragjykime, do thoni ju pastaj buçi po edhe i meritojmë. Po më mirë i meritojmë, shumë njerëz meritojnë shumë gjëra, por nuk do të thënë se duhet i marrësh, e kupton? Shembull, se filani merret me prostituta, apo ku dëgjoj unë ka vrarë filanin tjetër, do të thënë që edhe unë duhet mbaj peshën e atij valla. Pun kam unë me ta. Punë e fare. E kupton? Ç'pun kam unë me ta. Po nejse. Para gjykimet atëherë varilesh ne jemi mësuar tash, tani na ka hyrë një kështu budallepsie mbar shoqërore që nuk na bën më përshtypje. Sa më shumë na shajnë, aq më shumë besojmë te vetja, na duket vetja se u na bëj komplimente. Po gjithsesi ajo dua që të qëndroja unë ishte tek vetë besimi që kemi ne. Ne si popull në fakt, edhe pse nuk e pranojmë, por nuk ka asnjë gjë të keqe, se prandaj janë problemet të tilla për të sqaruar. Kemi një problem jashtëzakonisht shumë të madh me vetbesimin Allah. Kemi një problem shumë të madh me gjetjen e rrugës së duhur, individët e kanë thuajse të pamundur, mbase të pamundur jo, po thuajse shumë të vështirë të gjejnë kuptimin e tyre në jetë. Të folëm me Markun herën e fundit. Dhe çdo lloj mlefi, për shembull, nxjerrin në këto mënyrat e tjera. Mirë thaj, e kupton, si ka mundësi të dalin në një protestë kundër një homoseksuali dhe nuk dalin për problemet e tjera etike. Por ai filani në punë vet, ta tjerët po ju vjedhin. Ai ishte shembull i perfekt. Edhe ne kemi vërtet një lloj problemi komplet me realitetin, që nuk e kuptojmë. Tani thënë kjo, individ që thonë që nuk duhet të shtuar fara e shqiptarëve, ku janë shqiptarë, po edhe shqiptare vetë. Do të thënë, unë nuk e di se çfarë lloj tjetri nuk e di vlla. Shikoj edhe për zotin lart, kam goxha kohë që mendoj për këtë, nuk dua ta regjistroja fare këtë mut podcasti sepse është zi, është dark, është serioz. Nuk e di, nuk i pëlqen njerëzve, po nuk më rrihet valla. Në çfarë niveli tjetër pas kemi rënë? Ma, unë e ti jo mbase, po filanit tjetri. Kompleksi i inferioritetit tashmë ka kaluar në një nivel tjetër që mbase nuk e kishim menduar asnjëherë që do shkonte deri aty. Që një shqiptar apo një shqiptare të thoshte nuk duhet shtuar fara e shqiptarit. Duke parë numrat e lindjes. Në krahasues, duke parë imigracionin e tjerë. Tani mos i përmend to se duket sikur bëhem edhe kështu monotone. Dini vetë valla çfarë mund probleme kemi gjitha. Po nuk ka asesi lloj kuptimi mënyre që kjo lloj sjellje kundrejt atlletarit të, kundrejt shokut, mikut, babit, si e kundër babit, je kundër mamit, kur thua shqiptarit nuk i duhet shtuar fara. O pler, se fakti që ike në Gjermani, apo se fakti se ike në Itali, apo se fakti se ike në Grehia, apo se je në US now, nuk të bën ty automatikisht jo shqiptar. Pra për shqiptarje. Çfarë buk shkeluri, gjak shkeluri mund t'jesh të kthehesh kundër prindërve të tu? Se kjo është mënyra më e thjeshtë për ta përmbledhur të gjithë të mlefi që kam unë për brenda tani për momentin. Nuk e di se ça lloj individesh mund të jenë këta tipa. Më duket sikur i them prapë në para 2-3 vitesh për Zotin e Madh. Domethënë më duket gjitha surreale. Duket sikur bënim ato biseda atëherë që janë
gjithë mishkujt shqiptar janë plera. Edhe kur futeshin debat ose po jo se kemi për ju e kemi për ta të tjerët, ne po e themi kështu që ta kuptojnë gjithë. Kupton, nga këto kancerëllëqet, kështu pa lidhje fare. Pse jemi kështu ne burrë? Do të mua më bëj shumë çudim valla, si ka mundësi që ose kemi një numër shumë të madh nga ekstremet, ose kemi të vogël po instrumentoj shumë valla, ose mesi në fakt është aq budalla, edhe mbase jam dhe unë nga këta budallë në mes, që i kushton shumë mendje këtyre, se s'ka mundësi valla. Po nuk e di se si një nga faqet e mia të preferuara që mendoja se kishte mendim objektiv të kthehej në një, domethënë, patetizëm që literalisht e bëjnë 6 biliard faqet e tjera. Thjesht në një mënyrë akoma më vulgare, në mënyrë akoma më të pisët, më indiferente. Është për të ardhur keq, more. Or ne kemi probleme pa fund. Sa duash, do ta marrësh nga ana e grave dhe vajzave, sa duash, kemi orë ka dhunë në familje në Shqipëri. Në përfshatra jetojnë goca që nuk lejojnë dalin nga shtëpia. E dëgjua atë episodin te Shpendi. Ishte ajo vajza nga një fshat afër Pogradzesit, se më e tepër tani, e kupton sa fshat ishte? Edhe tregonte se si jetojnë atje. Po më janë probleme reale, po i merren me ato në kohë, po fara e shqiptarit po kështu. Më ignorant njerëz. O ignorant njerëz. Se probleme ka pasur edhe Anglia ku je ti, edhe Gjermania ku je ti për momentin ka pasur probleme dhe ka akoma, bile akoma më keq. Shikojnë çik statistikat për këto probleme, po nuk ka ndonjë gjerman bile dhe ata që merren me këto lloj punësh të thonë duhet shuar fara e Gjermanit. Se janë këto probleme. Po nuk deshe vetëm, po kush mutin do të doj, për çfarë do të doj njeri? Edhe unë se kuptoj një gjë, nuk e kam kuptuar vërtet, domethënë që pse në kuptimin si ta shpreh sa mirë këtë që prandaj nuk do ta lë veten të mërzitem nga ato lloj gjëra, sepse tani më humbet rendi i fjalëve dhe e kam pak më të vështirë se sa e kisha pak më përpara për të formuluar fjalën në atë lloj mënyre që ta jap mesazhin sa më të qartë. Por ajo që doja të thoja ishte, kur nisesh për të gjykuar njerëzit nëpër masa të mëdha, kështu domethënë, njerëzit e këtë fjalë shqiptarët, bashkëdhetarët tu, mami, babi, vllai, nipi, mbesa, halla, çuni tezës, çupe hallës, gjyshi, gjyshja, komshiu, këto, gjitha ato lloj gjërash. Ku fillon nxjerr dyrësira nga goja, mbase duhet të kthehesh një herë në vetvete, edhe të mendosh që cili fenomen më detyron mua që të krijoj këtë lloj përshtypje dhe që më jep kaq energji negative sa jo vetëm ta krijoj këtë lloj përshtypje dhe mendimi, por edhe ta shpreh dhe ta tërpetoj. Ky është një faktor jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm. Është një faktor jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm, e kemi vënë re edhe un kam qenë fajtor për tërpetimin e negativitetit. Kemi folur me Matias Ndinin, shpejt fare në podcast. Edhe ai shkreti flet her pas here atë punë ka. Mundohet të nxjerrë gjëra, po vështirë. Gjithsesi, ku dua të dal unë? Unë dua të dal. Nëse ti mendon se kush ti ka ngritur nervat për momentin ose kush të ka bërë të mendosh në mënyrë të tillë, zakonisht është një person i tretë larg familjes, no? Në rastin më bastard mund të më dikush nëpër komente. E kupton ti? Që ta harxhosh frymën me dikë që ka lënë një koment diku. Gjithsesi, është ku dëgjon. Ja, ishe dashur, një ish i dashur. Është ku dëgjon, dikush te rruga. Është një ish partner / abuziv. Çfarë lloj gjëje ti jetë, domethënë, zakonisht është lak i mbyllur rreth një fenomeni të përcaktuar që në shumicën e rasteve për çdo lloj individ shëmbëllehet nga një person në eksperiencën e tyre të kaluar. Po për vojën e tyre të mëparshme, ata kanë gjithsecili ka për çdo lloj gjëje negative ka specifikisht një person në mendje. Tani, në këto raste, kur fundimi
se është vërtet të ndim, është goxha biblike. Për të hedhur vrerë dhe për të nxitur urrëtie nga të gjitha anët është shumë i madh. Është shumë i madh për vetëm faktin sepse te ke një problem brenda me veten tënde dhe jo pas me veten tënde jo, po ke mlef për brenda, ke inat për brenda, ke mërzi për brenda dhe sa më shpejt hedhësh tutje, aq më mirë të duket. Duket sikur po ja hodhe dikujt tjetër, po e nxore vrerin edhe e shpërndave në popullsi, ja hodhe. Mjafton ti mos ta kesh. Që në fakt është një nga the oldest tricks in the book of the devil. Se nuk funksionon ashtu. Bukur do ishte ashtu, po të funksiononte që thjesht ta nxirje vrerin ti edhe thjesht të zhdukej në ajër, po s'është ashtu. Ti nuk po heq asgjë nga vetja, ti thjesht po mbjell. Dhe prap atë do korrësh. Sa me sa rë e thash atë prap. Prap atë do mbjellësh. Prap atë do korrësh. Prap atë do mbjellësh, prap atë do korrësh. Sepse kështu ato e formojnë ciklin vet. Janë ide dhe mënyra jetesa parazitare, që nuk i shërbejnë as dikujt tjetër për vetes së vet. Që ide të tilla akoma të vazhdojnë dhe të jenë në ekzistencë. Sepse literalisht asnjë njeri i përfshirë në këtë lloj teme nuk fiton. As ai që ti po e shan, as ti që po e shan atë, as dikush tjetër që po të dëgjon ty duke shan atë, as një djalë i vogël apo një vajzë e vogël që ti pretendon se do e mësosh. Asnjëri nga këta të përfshirët nuk mund të përfitojë asnjëherë nga një diskurs i tillë. Është literalisht e pamundur, sepse nuk funksionon ashtu bota fatkeqësisht. Apo fatmirësisht, nuk e di. E vetmja gjë që fiton në këto lloj momentesh të dashur miq, është ai demoni i krenarisë për brenda. Ai ato që shive se unë i lidh gjitha. Unë i lidh gjitha. Si unë nuk ka. Si unë nuk ka. Dhe problemi qëndron te hipokrizia, se dhe ky personi që mendon që si unë nuk ka, unë jam më i mirë dhe unë e kam parë dritën. Dhe gjithë shqiptarët janë kështu apo ashtu. Shikoni, unë ka mesazhin. Unë po ju sjell lajmin. Shpërndajeni fjalën time, automatikisht vërteton që çfarë sapo tha është gabim. Give them the benefit of the doubt. Dhe marrim të mirë që, ne marrim se kanë 100% të drejtë. Vet ekzistenca e një individi të tillë, të vetë quajtur me mendim kritik, automatikisht e hedh poshtë argumenti që të gjithë janë varilesht. Ekzistenca e personave që komentojnë këtë lloj individi edhe i themi bravo, wow, ke thënë gjën më të bukur, po ne vërtet jemi të gjithë plera. Ne vërtet nuk duhet të shumohemi më. Ne vërtet duhet të zhdukemi sepse jemi sëmundje. Ekzistenca e këtyre do të thënë që jo vetëm ky person është i vetëm, po ka edhe ndjeksa. Kështu që vetëm sipas logjikës dhe filozofisë së tyre, nuk ka më kuptim, sepse automatikisht ekziston një klasë e ndritur sipas tyre. Po të gjitha teoritë që ecin në këtë lloj mënyre kanë një tipar jashtëzakonisht fashist brenda dhe mallkimi i tyre është gjithmonë hipokrizia. Të gjitha idetë e tilla. Prandaj asnjëherë individi nuk duhet që të urrejë veten. Po ne kemi plak më dha, prandaj jemi kështu si gjysmekër, se është shumë fatkeqësi miq. Është shumë fatkeqësi që ne të sillemi veten tonë në të lloj mënyre. Që ta urrejmë vetëm në të lloj mënyre. Prandaj miq të dashur, prindër të dashur apo kushdo që është afër fëmijëve, prandaj fëmijës i duhet mësuar dashuria për atë dheun. I duhet mësuar dashuria për atë dheun dhe në mënyrë pa kushte. Dashuria e atë dheun do jetë pa kushte, sepse vetëm nëse ti atë dheun e do pa kushte, do e gjesh dhe në ditën tënde më të errët dritën për të dhënë sadopak. Qoftë edhe një llaf të mirë. Mbase edhe asnjë llaf nuk do të thosh, të paktën nuk do hedhësh mut. Por kjo ndodh vetëm nëse e do. Edhe do në mënyrë të vërtetë. Jo vetëm për 28 nëntor, jo vetëm kur los kombëtarja, të dalësh në
piazza në Milano, duke bërë shqiponjën me 2 duar. Ajo nuk quhet, nuk e di ka ardhur mesazhi deri aty apo jo, po aty fillon çdo lloj gjëje. Dhe mendimi kritik. Diçka që kanë vënë re këto 2 vitet e fundit është vërtet mendimi kritik dhe se si mënyra se si ne i rrisim ne gjithë njerëzimi e kanë fjalën, nuk kam me shqiptarët fare tani. Mënyra se si i rrisim fëmijët është shumë herë më e rëndësishme se sa e mendojmë ne. Sidomos brezi ynë. Sidomos brezi ynë që ke parasysh brezi që prindërit e tyre nuk kanë pasur telefon në shtëpi dhe sot e kësaj dite janë me iPhone-a për duar. Në këtë lloj brezi që ka kaluar një ndryshim jashtëzakonisht shumë të madh, që mendojmë që çfarë lloj gjëje që mund të kesh mësuar ti prap nuk je i përgatitur për botën, sepse kur dalësh në botë do të jetë kjo etj. Këto arsyet e tilla. Por thelbi që është tejet i qartë dhe e kanë kuptuar një pjesë jashtëzakonisht shumë e madhe është se mënyra se si ti jeton rreth fëmijës. Kjo është bazika fare. Edukimi në bazë është thjesht mënyra se si ti ekziston rreth fëmijës tënd. Pa nisur fare me çojën në shkollë, pa nisur fare me se të thash, pa nisur fare me kjo është e mirë, kjo është e keqe, këtë mos e thuaj, kjo është gabim. Fare. Pa nisur fare me to, se to janë të rëndësishme për momentin. Ajo çka është e rëndësishme është mënyra se si ti jeton rreth fëmijës, sepse sado ti i thua shumë mirë, ai do mësoj 3-4 fish më shumë nga gjërat që bën ti. E nëse ti i thua gruas boll, ti se atë e di unë, s'di asnjë gjë ti s'merr vesh, ha? Nëse ti i thua burrit ti e merr nuk e pra asnjë gjë, fëmia ajo do mësoj. Ton. E ti mund të thua jo, po duaj e këtë, duaj atë, e kemi xhan babin, e kemi xhan mamin, po më rroklën. S'ka. Pastaj më kryesorja për të rikthyer në temën tonë, problemin tonë, pse e them mendimi kritik të fëmijët, sepse edhe nuk do të thasë më shumë se kaq, sepse kjo është thelbi i të gjitha problemeve që ne kemi. Është një problem jashtëzakonisht shumë i madh. Është problem biblik. Duhet që gabimet që ne kemi bërë vetë me mendimin kritik, me martesat me idet, të mos ja trashëgojnë fëmijëve. Çfarë dua të them? Me do e mos, me çdo lloj kushti duhet të mundohemi që kur të na vi ora për të bërë prindër ose kur të jemi prindër ose për ju që jeni prindër, me do e mos t'ja mësojmë fëmijëve që të mësosh diçka të re apo të ndryshosh mendim, nuk është gjë e keqe. Kur debaton dikë dhe ideja e tyre është më e mirë dhe të argumentohet në një mënyrë të qartë të zbërthyer që është e kuptueshme, nuk është as pak gabim, edhe nuk është as pak gay, edhe nuk është as pak tradhti, ta lësh idenë tënde të vjetër të vdesi dhe të përqafosh një ide të re. Dhe jo vetëm ta përqafosh, por në mënyrë më të mirë ta përdorësh për mirëqenien tënde. Se për çfarë po i bëjmë to që po i bëjmë? Fundja fare. Ky është gjithë thelbi. Gjithë thelbi është që brezi i ri, në qoftë se ne duhet të bëhemi ndonjëherë, brezi i ri me do e mos duhet të kuptojë ta ketë ngulitur në tru, në kod direkt që është në rregull, nuk ka asnjë lloj problemi, në qoftë se ti thua diçka që është gabim, ama në shqyrtim e sipër, nëse dikush ta shpjegon, nëse e studion, arrin ta kuptosh që nuk është dashje saktë dhe ose vendos të bësh një studim se cila ide apo cili mënyrë mendimi ty të përshtatet, ose mbas edhe ideja që tu shfaq në momentin që filloi ky debat e dyshim për besimin tënd aktual. Kjo duhet të implementuar që fëmijë. Fëmijët duhet të jenë gjatë gjithë kohës të lirë të shprehin mendime, të lirë të bëjnë gabime, të lirë të përqafojnë ide të gabuara, të lirë të përqafojnë ide të sakta, të lirë të mendojnë një herë për njëra, një herë për tjetrën, të lirë t'i kthejnë ato sa herë të duan, dhe vërtet e them pa asnjë lloj paragjykimi, pavarësisht se kjo të ngëllon pak hipi, po nuk është hipi fare, sepse ti jeni të bindur që një person
që tani të paktën nëse beson si unë, se nëse beson pastaj që të gjithë njerëzit janë të këqinj dhe fëmijët janë të këqinj, domethënë pastaj më qaf baci veten tuaj, po që unë nuk besoj, unë besoj që njerëzit janë të mirë, edhe fëmijët janë të mirë, dhe njerëzit gjithmonë do zgjedhin gjëra më të mirë nëse i kanë të gjitha përpara dhe të gjitha japin të njëjtin outcome, të njëjtin, si thon, prodhim mbrapsht. Dhe në momentin që këta janë të lirë, nuk gjykohen. Bile festohet kjo pjesa e eksplorimit psikologjik filozofik të fëmijës. Qose ata ndjen këtë lloj dashurie, domethënë, ti të bindur që në shumë mundësi aty me idetë tua do jetë afër, se nuk bie dardha shumë larg pemës. Edhe zakonisht idetë më të forta gjithmonë në kushte të tilla mbijetojnë. Idetë më të forta për të kërsësh si idetë që trumpetojmë gjatë gjithë kohës, si qendra, si familja, si krahët politik janë bullshit, si ku dëgjon culture war is bullshit etj. Kaq. Fjalia e fundit që do të them, ju lutem, thjesht flisni me njëri tjetrin, ndryshoni mendimet dhe idetë, edhe implementojnë të fëmijët që mos kemi shumë nga ato faqe të kështu, nga ato tipat në Instagram që bëjnë ato budalliqe, se nuk mundem më. Është turp më. Gjithsesi. Kjo ishte për kësaj here. Kemi parasysh ju, episodet janë members first, që do të thotë të abonuarit ose pjesëtarët e grupimit të parët, siç ngarkohen edhe në YouTube dhe në Spotify. Për herë të parë janë vetëm ata që kanë bërë subscribe ose YouTube members. Një çmim modest dhe ju mund të bëni, mbështesni në mënyrë direkte Buçi Podcast. Nëse jo, keni edhe mundësi të tjera si Buy Me a Coffee, PayPal apo super komente, këto stickersat nëpër YouTube, nëse keni dëshirë. Si gjithmonë, bëni subscribe, bëni like, lini mendimet tuaja në komente. Unë dëshiroj vërtet të lexoj mendimet tuaja, sidomos për këtë lloj temash. Gjithmonë kam dëshirë të lexoj mendimet tuaja, domethënë, sepse edhe më frymëzojnë. Por sidomos me këtë temë vërtet kam dëshirë të dëgjoj mendimet tuaja, se më duket ndonjëherë sikur i egzagjeroj, më duket ndonjëherë sikur i kushtoj më shumë vëmendje se sa tuat. Prandaj mos nguroni, komentoni. Deri një herë tjetër miqtë e mi, ja kalofshi super bukur. Dhe bashkë mirë dëgjofshi. Buçim në bu, CHI, bu, CHI, podcast.